Dita botërore e veshkave kujtohet çdo vit si një ditë ndërgjegjësimi të popullatës për sjelljet parandaluese ndaj kësaj sëmundje. Mjekja Dhurata Gulemi zhvilloi një leksion me student ku tregoi më tepër rreth kësaj sëmundje, e cila po përhapet çdo vit më tepër. Në spitalin e Shkodrës kena një qendër hemodialize, shifra është numër. Në vitin 2004, kur ka startuar si shërbim, kanë kenë 2 pacienta nga gjithë Shqipëria e Veriut. Sot janë 90 pacienta, pra vetëm numri 2-19 për 20 vite kuptohet, është një ritëm shumë i lartë. Sa më herë që ne detektojmë sëmundjen e veshkave, sa më shpejt që të marrim masat e terapive intervenuese, që do të thotë terapi që tentojnë të rregullojnë të gjithë ekuilibrat që kontribojnë në dëmtimin progresiv të veshkës, ku futet hipertensioni, diabeti, çrregullimi ekuilibri acido-bazike me radhë që të merren masat e terapisë sa më të shpejt, të këshillohen për një jetë të shëndetshme, dietë të rregullt, aktivitet fizik të rregullt, të ruhen nga mipesha, të kenë kujdes në përdorimin e medikamenteve që filtrohen nga veshka dhe që fatkeqësisht shpeshherë na dëmtojnë veshkat nga painkillers, ato se si quajnë sot këto qetësuesit e dhimbjes. Studentët vlerësojnë leksione të tilla, të cilat ndihmojnë në ndërgjegjësimin e tyre. Siç u informuam edhe sot, sëmundjet e veshkave janë një nga problematikat që po shohim që ka një rritje sidomos vitet e fundit, edhe e dim që sidomos në Shkodër nuk mungon infrastruktura apo mjetet e nevojshme për të marrë me këtë problematik, por mungon ndërgjegjësimi në popull për të preventuar këtë problematika. Mendoj se duhet mu përhap edhe shumë a shumë, mendoj se ne kena mundësinë edhe kena shansin, mundem me thënë që jena të informuar kohë pas kohe për shkak se edhe stafi është shumë i gatshëm që neve me na informu. Në repartin e dializës në Spitalin Arenal të Shkodrës marrin trajtim aktualisht 90 persona. Vlerësohet se në rang botëror një 90 persona është i prekur nga sëmundja e veshkave, ndërsa çka është më shqetësuese është fakti se 90% të prekurve nuk e dinë që vuajnë nga kjo sëmundje.